Atëherë Ermirën do ta kishim bashkë me vajzën e saj Elonën në studio, por ato sot ndodhen në Korçë, kështu që i kemi në një video call. Ermira, përshëndetje. Përshëndetje. Elona, si je? Mirë. Mirë. Me karrocë. Po e mora pak vesh historinë tuaj, në fakt, por do doja të dija më shumë. Sa po thash edhe në hyrje, Ermira, që në fakt ky programi dedikohet juve. Pra një nëne si ty dhe gjithë për kushtimin, se ndonjëherë mungon ajo pyetja si je. Pra ne pyesim si e ke vajzën, si është, si do bëhet, ç'a bëre, ç'a do bëhet, por asnjë nuk pyet kujdestarin kryesor. Harrojnë ta pyesin edhe ai vet harron që të pyes veten apo jo. Po, ashtu është. Si jeti tani? Unë për momentin jam shumë e trishtuar për gocën, se kur e shajt një vajzë në karrocë dhe nuk ka akoma pimërsi, i kam bërë 23 operacione dhe akoma në karrocë ka. Çfarë ka eksaktësisht Elona për të kuptuar? Elona që ka lindur ka bërë ndryrjen e parë. Është me një sëmundje spina bifida dhe hidrocefali. Gjatë kohës, mbas një viti, 2 viti, deri u bë goca 12 vit, ajo ka bërë vetëm operacion. 23 operacione. Dhe ka bërë në shtyllën kryesore, ka bërë në 4 fishë në kokët, se i vlet truri ujë, i prodhon truri ujë. Ka bërë skoliozën, ka bërë shtyllën kryesore, tendinat, në bakë është të operuar. Gjithë trupin operacione ka. Dhe ke bërë të gjitha në Shqipëri? 3 i kam bërë në Shqipëri, 1 e kam bërë në Maqedoni, të gjitha pasaj i kam bërë në Turqi dhe 1 e kam bërë në Itali. Si është situata aktuale e Elonës? Elona është akoma me karrocë, Elona akoma ka edhe një ndryrje përsëri ke zora e trashët. Elona është që nga mezi e poshtë nuk ndjen asnjë. E shpije në shkollë, unë e shpije, unë qëndroj gjithë kohën atje në shkollë. Qëndron e pret në shkollë, derisa të mbaroj. Po, se Elona si ka dalë këto kohë të fundit që u bëra operacion skoliozën, i doli dhe epilepsia. Për shkak të epilepsisë, Elonës duhet i qëndroj afër gjithmonë. Kuptoj. Qëndron edhe brenda shkollës, thatë? Po, ka raste edhe kur nuk dihet mirë qëndroj, ka raste jashtë shkollës në Obori e pres aty. Elona, sa vjeç je ti zemër? 11. 11 vjeç. Semra vogël. Dhe ti je në klasë të? 6. Në klasë të 6. Në shkollë si shkon, mirë? Po, mirë, shoqet i kam të mira, mësuesit i kam të mira. Po kështu fizikisht vetë si ndihesh? Në karrocë si do ndihesh keq. I je vetë karrocës, domethënë e komandon vetë karrocën. Ke atë lloj karroce? Jo, me shoqet, më ndihmojnë. Atë shtyn shoqet. Trajtimi si e ke në shkollë, kanë krijuar kushtet aty të kesh një trajtim të mirë, paktën në ngjitje, zbritje. Me copa. Mami më shumë. Unë e shpije vete, marrë vetë. E çon me Jo këmbë? fizioterapi. E çon me këmbë dhe me këmbë, po. Jam kurioze si është dita e Elonës. Dita e Elonës është vetëm kjo. E çoj në mëngjes në shkollë, mbas shkollës e marr në shtëpi edhe ri gjithkohën shtrir Elona. Raste ri ulur, se nuk qëndron dot më vjet. Pastaj kur i vete ora që ka raste shpje në fizioterapi 2 herë në javë, ka raste për ditë që e çoj, si të më thëra si fizioterapisti, si ndihet Elona mi që çon në fizioterapi, Elona gjithkohën shtriri. Vetëm ato 2-3 orë që ri në shkollë ulur edhe pastaj gjithkohën shtrir. Okej, ndërkohë që Elona është shtrirt, ti ç'a bën? Si është dita jote? E morë Elonën, e çove Elonën? Gjithë ditën në shtëpi vetëm me Elonën. Më fal një pyetje, sa fëmijë ke? Me kë jeton në shtëpi? Sa fëmijë ke? Unë kam 2 fëmijë, djalin e kam me ish burrin, unë jetoj vetëm me gocën. Unë jetoj në Tiranë me qira. Jeton vetëm me gocën në Tiranë. Në Tiranë jeton prej spitaleve? Prej kujdesit shëndetësor? Prej spitaleve vetëm prej gocës. Jetoj në Tiranë. Ke ndonjë ndihmë nga familja kur nuk mundesh ti, për shembull, ke apo asnjë? Nuk kam. Asnjë. Po ish bashkëshorti? Jo, fare. Tash jeta ime është vetëm Elona. Ke kërkuar ndihmë apo kështu e vendose vet? Kështu është jeta. Kështu është jeta. Unë s'deshte të jeton të mëne. Mori vendimin e vetë, u mora gocën. 23 operacione, si ke përballuar? Kam dalë në televizor, me ndihma, me njerëzit më kanë ndihmuar, me shoqata. Ke dalë për të gjithë operacionet? Po, të gjitha.
ke arritur të mbledhësh ndihma. Falë Zotit njerëzve një që më kanë ndihmuar me këto shoqatat. Më kanë ndihmuar që Elonën e kanë deri tani sot. Po prapë Elona e ka udhën e gjatë, vazhdon akoma. Elona ka shumë nevojë, si për operacionet, si për në shkollë që ta çoj, si për kur thonë me qira që jam. Elona më falë për shpreja është me Pampers, jo me ilaçe është, të mos tash e ka filluar epilepsia shpesh e zë. Apo kemi edhe shtetën që na ndihmojnë. Gjitha ilaçet Me epilepsi, ti nuk lëviz dot fare, edhe kur është trirë ajo? Jo, nuk u dal dot. Unë gjithmonë Elonën do ta marr me vete. Qiran si paguan ilaçet? E po ja, me shumë, me të keq. Me kempin e gocës, Me kempin. vërtitemi. Po më ndihmojnë dhe këto shoqata që më japin nga pak. A të bëj një pyetje shumë të drejtë për kempin, sa është kempi? Unë 400.000 marr. Vetëm 400.000 lekë plus pastaj këto shoqata që më ndihmojnë. Më ndihmojnë me ushqime, me veshmbathje për gocën. Ku kanë dëshirë japin dhe lekë. Ti the që Elona ka do shumë për kujdesje. Nuk po Shumë, përsëris atë që Elona the, po shumë. pra do ta veshësh, duhet ta zhveshësh, duhet i rish, pra të gjithë ato kërkon. Gjitha, Elona nuk zhvishe dot. Elona nuk zhvishe dot. Elona pa ta hana si vesh dot, se nuk shëndron. Ja, vetëm ta shihni nga afër se kështu nuk Kështu Elona duket një yll kur e sheh këtu në ekran, po Po ta shohësh nga afër, Elona nuk qëndron fare. Megjithatë, unë nuk mund se dia e pranoj që unë ta qëndroj kështu ta shihni. Ajo gishtat e kemve si lëviz. jo, nuk ka Kemve problem. nuk i udhën në tokë. Është totalisht në duart e mia. Do të thënë je vetëm fare, nuk ka asnjë lloj ndihme. Po çuni, a vjen Jo, çuni jo, jo. ndihmon çi motrën ta shëtis ta bëj? Thjesht vetëm që e takon nga njerë kështu, po jo, se kemi ndihma nga qëllim. Ke motra vëllezër familjarët e tu, nuk po them çdo ditë se jeta vazhdon për të gjithë, kupton? Më kam vetëm një nënë dhe motrat janë të martuar me burrat. Vinë më shikojnë nga një kështu e ikin edhe kaq. E Nuk mirë. kam as në një vend ndihmë motër, as edhe gjikundi. Shikon po shoh diçka se duke të folur me ty është pak e vështirë që Elona është e pranishme në këtë video, se unë doja të bëja edhe ca pyetje të tjera, po është por nga ana tjetër unë besoj që ju të dyja Elona është rritur para kohe, apo Elona të dihesh sikur je rritur para kohe? Po, Ti kur e dëgjon mamin tani që flet për gjithë këtë për pjesën e saj, çfarë ndjen? Ndjem shumë keq. Se mami ime bën gjithçka për mua. Kuptoj. Ti Elona, çfarë bën kur vjen në shtëpi? Edhe një shtrirë, se nuk rrej dot. Detyra ti bësh shtrirë? Po, shtrirë, me copush. Detyrat, celulari, shef gjithçka, po. Unë s'di të shkruaj, s'di të lexoj. Nuk di të shkruash dhe të lexosh? Jo, Po si është e mundur, më fal, se nga që është në klasën e 6. jo s'më. I kopjon, për shembull, t'ia shkruaj mësuesja emrin, ai e kopjon edhe e shkruan. Po që ta lexoj edhe ta kuptoj tamam ja. Kjo ka lidhje me situatën e saj shëndetësore, fakti që ai nuk lexon do? Po, Është ka të me bëjë me pjesën e lidhjen e drujt. po atëre duhet ja thot dikush. Jo, unë ja lexoj kështu, po që kjo nuk i lexon, shkronjat nuk i njeh tamam. Me sa duket i bën në mënyrë automatike. I bën në mënyrë automatike. Po, Po pa dyshim se Elona më përgjigjet Elona është një yll njerë, një super gocë, është gjithë kjo gocë. Sa i mirë që është. Po rrin një kalama me gjithë ato që i ka ndodhur edhe asaj po rrin një kalama shumë të mirë. Elona po mëson, e di se çfarë ndodh në shkollë apo jo? dëgjoj, e kupton çfarë thot për shembull mësuesja e lexon e dal, po nuk e shkruan dot për shembull. I thot çfarë shkronjë është kjo, ka raste i thot aja, pastaj paro e kujton më vonë shumë. Po në celular flet me audio Elona? Nuk ti të shkruaj vetëm flet kështu me alën. Me audio. Po, Po me zë. A e që të mirë. shkruaj gjalla kështu ta se mami ku je apo jo. Vetëm ti bësh zilës edhe. Paktën nga një anë teknologjia tani ka mundësuar sa gjëra Po. që mund ta lexojmë pak. Po shoqë të vinë në shtëpi apo flet me tonë në telefon? Si ke? Jo, nuk vinë as në telefon. Nga që i përmende shoqet në fillim që ke shoqet e tua, ke shoqet të ngushta?
Po e ka në shkollë, po e ka larg nga shtëpia. Do të thënë pak a shumë, në qoftë se nuk është në shkollë, është vetëm në shtëpi. Në qoftë se nuk është në shtëpi, me Elonën jeni në spitale. Në shkollë, në spital, fizioterapi, këto ka Elona të përgjithshme. Se shpesher Elona ja e ka pa epilepsia, shpesher sëmuret, një virus të birë Elona e ka. Ja, për momentin Elona ndërsim dhe e të pedh, i bje imuniteti trupit, s'ka ku qipshen. A ka pasur raste, Ermira, që të duhet të ike diku dhe si ke dot, ose ke ikur dhe ka ardhur me një herë, apo ke ikur me merak? Shumë. Ka qenë një rast, kam patur një aktivitet, edhe ai rast ka qenë aq i vështirë për mua që nuk e harroj derisa të vdes. Ç'a ndodhi? Tocën e zuri atë ditë ma zuri epilepsia dhe unë duhet të ditë një me patinte. Po si më fal, si e more vesh e zuri epilepsia? E kam marrë gocën, e kam çuar në shkollë. S'vajti një orë, më merr mësuesja në telefon, unë isha në bashkia e Tiranës, se vinja vërdat për një dokument për gocën. Edhe kur më merr mësuesja në telefon, Ermira, shpejt ose Elona i ka nxjerr shkun nga goja dhe i e shpir dora. Më beson, e ka marrë rrugën, më kem duke qarë, dhe ka vajtu në shkollë, Elona ishte akoma pa mendje, për shembull, i unë pik buza, i unë pik krau. Dhe në atë moment pasaj mësuesja ajo e mori e preskolli me ujë, ajo rasti për mua ka qenë shumë e vështirë. Besoj epilepsia të ka bërë edhe më shumë, të ka trembur më shumë. Kjo epilepsia akoma më ka bërë që unë të ndjem, akoma e ka marrë veten me trembje, se le dot, një sekond nuk e le dot veten. E dua të them që gjithë kohën Elonën e kam me vete. Kudo që të shkoj me vete, unë nuk bëj dot as pazar, të dalë për shembull të blej një buka, t'i blej gocës diçka, jo. Kudo që shkoj unë Elonën duhet ta marr me vete. Edhe e sëmur ti ta hep në karrocë duhet ta marr me vete. Se lej një minutë vetëm. Ermira, se janë sa pyetje që dua t'i bëj, apo prap kam dhe sikletin e Elonës së pranishme aty. Nuk u ka gjë, ti vej pyetjet, nuk prish shumë, vej. A ka pasur momente që si thuhet s'ke mujt më, si thot Veriu, që ka qenë shumë e vështirë, ka qenë përtej fuqive të tua? Unë për Elonën kur nuk dorëzoj, sa kem frymë, unë për Elonën kur nuk dorëzoj dhe do vazhdoj deri në fund për Elonë. Dhe do kem kurrë që them osa u lodha për Elonën. Dhe vazhdoj derisa të ketë frymë goca. Edhe unë kam të vështirë në fakt të bëj disa pyetje, po do të pyes Elonën si fillim, a ka frikë kur ndodhin ato momente? Se Elona të përgjigje. Elona, ke frikë kur ndodh ndonjë gjë me shëndetin tënd? Shumë. Si e ndjen veten? E ndjej siklet, dhimbje. Çfarë ndodh me ty në atë moment? Kërkon mamin? Po, mamin. Gjithmonë mamin kërkoj. Se ajo rri krah gjithmonë. Atë kam njëri tjetër. Nuk as njëri tjetër? Që do doje diçka, do me thonë që të ndoste me ty? Teci. Tec. Të bëja me shoqit e mia. Të marrë për dore. Ke zbuluar diçka që do dojë të ki të bëje në të ardhmen? Kisha që të bëjmë doktores. Ai shumë sa ke mësuar spitaleve? Të shuroj njerëzit, të shuroj mua doktorët, të shuroj edhe unë. Çfarë është një ndjesie e mirë që ke provuar të kohët e fundit? Diçka që të ka gëzuar? Asgjë? Dalina, të pyetoj pak më përpara edhe për shoqet e shkolla, a ndihesh mirë atje? Po, ndihem. Në klasë? Po mami dhe ta kem gjithmonë se s'more e bërë. Ermira, po për ty, ka pas një moment, dhe pse e kuptuam një 11 vite, që të është dashur, po edhe e do ta bësh të gjë. Të jesh gjithmonë afër Elonës.
Po, si ka qenë jeta jote përpara Elonës? Arrin ta kujtosh? Kam jetuar në Koç. Kam jetuar një varfëri e papa. Por nuk e kisha për vete. Linda Qunin. Qunin e kam rritur po ashtu me vërtësi një ekonomi shumë të dobët. Sa arrinte burim si ishte jaftë për familje. Po për ishte Qunin të shanë gjyma të mbaj. Fillova pastaj Linda Gocën. Fillova sa Linda Gocën a I fillovi po trajtoshe jo mirë në familje. Fillovi mori rrugën e ti iku, mori Qunin e iku. Unë pastaj fillova jetën me Elon. Që ditin që ka lindur Elona deri në sot. Jeta ime është pushtuar vetëm Elonës. Qunin e mori me vendim të përbashkët duke qenë se ti doje të kujdeseshe për Elonën, pra si u bë kjo ndarje? Quni, jo, unë hapa dhe gjyq, ndava me gjykat, dhe Quni në fakt ishte të rinte me mua në gjykat, e pyetëm edhe Qunin me Gocën, normal që Goca me mua, po Quni tha unë me të dy, tha unë me babi do ik dhe Quni vendosi ku me tja. Sa vjeç ishte Quni kur tha këtë gjë? Po ishte shumë një 15 vit. Okay. Po nuk keni fare komunikim me ish partnerin me tjatin e Elonës? Jo, me të s'kam asë të flasas, parë. Vetëm me Qunin që kam kontakt, më flet, më merë, më ka raste dhe më vjen më shikon në Tiranë. Po as detyrimin e mujor nuk e jep shkuri? Nuk e. Po gjykata 20.000 lekë e ja dha Elonës. 10.000 djali, 10.000 Gocës, sa i kanë atë që kam blet. Të vjetra apo të reja? Të vitra. Gjykata në Korçë 20.000 lekë. Më fal, i dha 20.000 lekë në muaj. Qa dhe me 20.000 lekë, unë e kam edhe në gjykatë të vendosëm, 20.000 lekë. Pra se sa unë desha nga ai, dhe sa ai nuk është me mua, tjetoj me mua e me Gocën. As i do isha osar ato lekë. Unë thjesht, si tha, të kem Gocën, të vazhdoj me Gocën, ta kem mirë, inshallah, do të e dëshirat e Gocës, të kem një shtëpi si të termë, ose jetoj me qira, ta shtëpi e Gocën në shkollë, të ketë trajtime të mira. Ju jetoni me qira ku në periferi të Tiranës? Po, në spitalin e Allias. Në Allias, e keni kështu në katë të parë, pra ka mundësi është rahat në lëvizje? Katë të parë, po ajo është shumë e ngushtë, sa dhe karocë këmezore fut aty. Hyrja është e ngushtë? Është e ngushtë, hyrja kur unë aty, karoca është e ngushtë. Unë të marrë një karocë me bateri, unë se fut do të aty. Të marrë një krevat për Gocën, unë se fut do të është e ngushtë. Le dhe largështi ka shumë. Edhe kushtet tjo dhe është si shduhet, për një fëmijë që është me karocë, me aftësi të kufizuar, duhet të ketë dhomën, të ketë pastër, të ketë kushtet. Unë më falë se mu po të me lejoj të them në tualet, unë e lajë në poqe i tualetit. Si kam kushtet e Gocës. E marrë në krah edhe në poqe i tualetit që e lajë Elonën. Ti vend nga ana shëndetësore Elmira si ke qenë? Unë jam e smur, jam e gjendra tiroide. Jam me ankë, që ku kam lindur Gocën, më ka janë shfaqur të shenja. Kur e shoh Gocën kështu që e ndërroj, e laj, se ngrej dot. Ka filluar ankthi mbas lindjes, mbasi more vesh për... Po, sa kam filluar që kam bërë operacionin e parë në Maqedoni, Gocën më ka filluar ankthi. Se më thanë që ke lindur një fëmijë me probleme, fillovi pasaj ankthi. Kujdesesh pak për veten se je forca kryesore. Unë i kam harruar veten time. Të thash jam pushtuar vetëm me Elonës. Për veten time i harrova, me i lasë me veten time. S'më takon të t'jap këshilla se kjo që po bën ti është me një fuqi të jashtëzakonshme që unë nuk e di ato ta kisha, por të paktën kujdesu pak për shëndetin tënd, se ato janë tiroidet, janë gjërat e tjera, do të kujdesesh pak, që mos e lë vetëm pas dore, apo jo, Elona, si mendon? Vetëm Gocë tash po një pejci. S'duamsh. Elona, e di sa ka zhvilluar teknologjia, për shembull ti tani, siç e keni me celular që flet me audio,
rrugës ka dalë edhe aplikacione të tjera, si ChatGPT-a, që mund të ndihmojë të bësh edhe detyra, ka dalë shumë gjëra interesante që do të flasin me audio. Po ndërkohë unë mendoj, bota është zhvilluar aq shumë sa që po dalin risi edhe mjekësore, ka dalë shumë gjëra. Ja tani për shembull në Gjermani se çau shpik një gjë që ishte shumë e mirë se paracetamoli. Pra ka dalë shumë edhe unë besoj që patjetër do të ketë diçka edhe për ty. Patjetër se lajmi i mirë në këtë lajmin tënd me shumë lajme jo të mira operacionesh është që ti je vetëm 12 vjeç dhe je në epokën më të artë të zhvillimeve teknologjike. Dhe unë jam e sigurt që Elona ti do ta gjesh një zgjidhje. Duhet të kesh vetëm besim. Dhe ato momente që ke se ta shio sa munde shpirt. Se të pyeti Jona, të tha çfarë bën, a ke ndonjë kënaqësi dhe the dua vetëm të ec. Dhe ti do ecësh, po ndërkohë besoj që ke dhe gjëra. Për shembull, na thoni një gjë kur kënaqeni ju bashk. Se keni dhe gjëra të bukura, dhe qeshni me njëra tjetrën. Ne jemi si shoqe. Ja. Po i tregon kështu sekretet e tua, gjërat që ke? Po. Kuma kam fiksimet e mia. Kur ke fiksimet e tua? Po. Po kështu i ke fiksime në muzikë apo ke ndonjë çum fiksim në shkollë, se kuptova. Unë i tregoj mami që kam dhimbje. Më thot mami, a do bëhem mu si shoqet e mia kur luan në shkollë me top, edhe ja evin ato shoqe topin. Edhe ka një shoqe shumë të ngushtë aty, e ka Emina Lesja ajo. Edhe kur e hedh topin ajo dhe kjo mundohet ta kapi, thot, arova, thot, po nuk eci, si ta hedh topin unë. Edhe mundohet aty ndihet shumë, se thot nuk ecin, shoqet kërcejnë në vej në muzikë, kërcejnë në karrocë. E këtu ndihet shumë, ka një më vjen e mërzitur nga shkolla. Bëni edhe gjëra bashk, për shembull dilni në fundjavë, bëni diçka bashk me njëra tjetrën. Keni mundësi në këto organizata që ju keni parë, nëse bëjnë edhe organizime të veçanta që mund të jenë pjesëmarrës, mund të jetë edhe vetë Elona. Janë shumë të nevojshme edhe momentet e shkputjes nga shqetësimi. Edhe Elonës mendoj se mund t'i bënte shumë mirë që të shkëpute nga dhimbja, jo vetëm fizike, që patjetër atë nuk e ndalon dot pa një ndihmë mjekësore, po ndoshta një shkëputje nga mendimi që ndodhet në një situatë vështirë dhe nuk e di sa ke gjendur rreth e përqark në këto aktivitete ku ti ke marrë pjesë, mundësi për ta integruar, qoftë edhe ndonjë gjë që Elona mund të ketë aftësi. Elona nuk e shpije në për këto shoqata, në për qendra, në për të aktivitetet, se Elona ka shumë qejf. Po muzika të pëlqen, çfarë të pëlqen Elona tjetër të bësh? Më pëlqen piano. Po nuk e doroj dot nga me kokës. E vazhdoi një vit piano, pastaj sa veri ndryrje tash këto të fundit që vuri e dy të tjera nuk e duroj. Që ka shumë qejf të vejnë për aktivitete, ka qejf kur e të rasin, që tonë Elona të kemi thënë të bësh sa foto, që nuk të rasin për televizor. Mami, do vetë, hajde dhe, se unë ja, lejtim me karrockë, i kema avash të dyja. Ermira, një gjë, shkollën e kishte larg nga shtëpia? E kam pak larg, po shumë jo, po e kam pak larg. E dërgon vetë, do me thënë me karrocë, apo ka ndonjë mjet? Jo, vetë çaj me karrocë. Shkollën e ka një citat të pjetër, kur e zbres, me zi e zbres, se ata aty karrocë kam. Kur e në gjitë pastaj, shpishti ma di. Me zi e në gjitë sa edhe Elona më ndihmo me krate sa e që e në gjitën të dyja. Është një vështirësi e madhe, nuk mund ta heqim absolutisht. Shumë. Janë zakonisht, për mua njëre shumë. Dhe mos kur shkojnë për të aktivitete, kur shkojnë në fizioterapia, ato abuza, zbrit, më ndihmojnë që e në gjitin karrocë, kanë më ndihmojnë. Dhe Tirana nuk është shumë miqësore për karroca. Nuk është fare qytet miqësor. Fare nuk është. Unë një radhe në autobus, mundonja ta nga një gocën, ishin 2 vajza, aty me që i vu në duar që të më ndihmojnë. Për pak gjishmëra goca me atë të sajnë e bajti gomën edhe e shtyri vektës. Shumë, valla e shumë vështirë për mua njërë si nene e vetme.
me shumë sfida po luftoj, si për gocën, si për ekonominë e shtëpisë, si për të gjitha, burr, grua e vetme. Një rrugë që s'mbaron me vështirësi, edhe pyetje që më vinë ndërmend, nuk e di, janë përgjigje edhe i pres që kanë dhimbja edhe zgjidhjet janë pak limituar, duhet konsideruar që shëndeti nuk varet plotësisht vetëm nga dëshira jon, po varet edhe nga mjetet që me siguri e thatë Dalina, ato mund të përmirësohen, janë në zhvillim edhe mund gjenden çdo ditë kura të reja. Por do t'i vija patjetër një rëndësi shumë veçantë edhe shkëputjes nga situata kur është e mundur, të organizohen ndoshta të gjëra të vogla në shtëpi që mund t'ju lidhin juve ndryshe përveç se me sëmundjen dhe me dhimbjen. Edhe këtë dua ta kuptoj, nëse gjatë ditës mundesh ose ka mundësi aty brenda shtëpisë tuaj, brenda atij vendit ku ju rrini dhe kaloni më shumë kohë, të zhvillohen edhe të jenë edhe gjëra të tjera që ju lidhin, siç mund të jetë ndoshta edhe po marr si shembull dëgjimi një muzike dhe këndimi bashk, mund të shikoni një emision bashk, një film bashk, të shëtisni bashk, gjëra që ju shkëpusin dhe ju krijojnë ndoshta edhe momente që s'do i harroni kurrë, dhe që të mos jenë të gjitha të lidhura me shqetësimin. Keni nevojë edhe për këtë pjesë. Kemi shumë. A është pak më ndryshe Ermira jeta nga në Korçë kur isha atje dhe këtu? E ke vënë re një diferencë? Edhe nga komuniteti, po edhe nga mbështeti. Edhe njësoj e kam patë, po këtu të shumë kam rinë gocën e kam patë, po më të pështi. Po edhe më pa, nuk se kam bërë jetë si shduhet. A ke shpresë? Shpesa vetëm ke zotika. Asnjëherë nuk i dihet Ermira, është bota ka dhe unë më vjen keq që goca ka probleme, domethënë e ka vështirë të lexoj, po mund të dëgjoj ose do ta takoja një ditë që ti tregoja ca gjëra, po ka goxha ajo mund të gjej edhe kur ti duke bërë punë të shtëpisë atë lodhjen tënde aty në atë celularin, se ndonjëherë ne themi celulari dëmton, por në këtë rast edhe mund të ndihmoj. Ka plot momente që mund të gjesh histori frymëzuese nga s'ta merr mendja kurrë se çfarë ka ndodhur me njerëzit. Dhe unë jam çik dakord me Jonën që në dhimbjen tuaj, në vështirësitë tuaja të jashtëzakonshme, me thënë të drejtën, është një situatë që është goxha situatë e ndërlikuar. Në gjithë të situatë jam dakord me Jonën që duhet e di që është sforco për ty dhe kjo, e di që është sforco, po në atë sforcot e tua të përditshme të gjeni dhe sforcën që goca të ketë momente të lezetshme, pra ai filmi, ai një serial, një gjë, ose ka dhe histori njerëzore që mund ndoshta që vinë, që të ndihmojnë shumë, sidomos histori që vijnë nga jashtë. Ka njerëz që janë ngritur në këmbë, kanë ecur janë me këmbë druri, por që kanë vrapuar, kanë bërë maratona. Unë e shoh Elonën që Elona është realisht është ka një lloj pamje të paqët, ka një gjë paqësore. Të dyja në fakt. Të dyja, po ju keni, po të dyja keni kështu një, si themi ne në Shqipëri, fytyrë të mirë. Keni të dyja një portret shumë të mirë që keni dhe Elona ka një fytyrë vërtet paqësore dhe Elona duke parë dhe ato që ka kaluar dhe vështirësitë e ka bërë shumë më të pjekur. Vërtet ajo nuk di të lexojë dhe të shkruaj, por mos ndihesh keq me shoqet e tua se të kanë dhënë një pjekuri ty që ndoshta moshatarët e tua Elona nuk e kanë atë lloj pjekurie. Dhe ndoshta dhe ke një lloj mirësie që të tjerët mos ta kenë, mirësinë për të kuptuar njerëzit, për të mos bullizuar, mirësim për ta parë botën edhe për të parë dhe gjëra që ne të tjerët që ndoshta jemi nga ana shëndetësore më mirë nuk i shohim. Ka shumë njerëz Elona, më dëgjoj pak teta Dalinën, se ka thënë ndonjëherë të fjalë po ta them tani. Ka shumë njerëz në botë që janë çdo ditë me këmbë dhe ecin dhe nuk shohin asgjë. Ka shumë njerëz me këmbë që ecin çdo ditë dhe shohin vetëm errësirën në këtë botë. Shohin vetëm gjëra të këqija. Ka shumë njerëz që nuk shohin. Po më thuaj. Mami më shumë e fort. Gjithë ato që kemi hequr të dy shumë e fort. Mami jote është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme. Dhe kjo është e padiskutueshme. Dhe unë realisht u preka me historinë tuaj për faktin që ajo është vetëm në këtë udhtim, por është vetëm me një dashuri shumë të madhe që je ti. Dhe prandaj thash, kur ty ta hedh topin shoqja dhe ti nuk e kap dot me karrocë,
mos harroj që ti vërtet nuk ecën, por ke gjëra të tjera, ke një dashuri të jashtëzakonshme nga nëna, ka njerëz të lindur që nuk marrin këtë nga prindrit, ka njerëz të pasur që jetojnë në vila, në miliona euro, nuk kanë mjek, por nuk janë bosh brenda se nuk marrin shumë gjëra që ti merr, nuk ka mirësinë, ka njerëz që nuk e shohin ti i gëzohesh botës, i gëzohesh luleve, sepse kështu është jeta jote dhe ka njerëz që i shohin dhe nuk i gëzohen kurrë. Kështu që ti ke shpirtin plot. E ke shpirtin plot. Edhe unë kam qef se eci si shoqet e mia. Do ecësh shpirt, do ecësh, ti me mendje po ecën. Mjafton, filloj ec me mendjen tënde, ec drejt asaj që do. Ti një yll i vogël dhe ec për gjërat e bukura që do të bësh. Në momentin që fillon mendja të vjen në lëvizje të duash gjërat, vizatime, kënga, më beso që do ecësh dhe teknologjia është e jashtëzakonshme. Edhe unë dua të jetë po me lopë. E di që është... E di, unë nuk di asgjë, më Ermira, unë nuk di asgjë. Ne jemi në këtë emision tash të bëjmë sikur dim, por unë nuk di asgjë është. Unë që kur lexova historinë tënde se s'dua të merrem me se çfarë ndjej unë nuk di asgjë Ermira, ajo që kalon ti është goxha, është diçka e madhe, por është mirë që ndoshta të përpiqeni të sforcoheni se edhe Shqipëria është pak vend i zymt Ermira, Shqipëria ka qef të flas për hallet, si u ndjeve, ai e lodha, ai e mërzit, të thonë të gjitha e lodha, ai e mërzit. Kemi qef të mbytemi në halle, por nga ana tjetër u shoh dhe gjëra të bukura, shoh të vajzën fantastike që ke, që të jep kaq dashuri. Shoh edhe një ndihmë të madhe që të kanë dhënë njerëzit, ke kaluar 23 operacione dhe ke marrë ndihmë 23 herë. Dhe ky është fati i madh Ermira. Shumë fal Zotin, 23 herë ndihmë. Ilaçet që paguhen çdo muaj. Domethënë kjo është një gjë për të thënë faleminderit Bekime, janë bekime dhe këto. Po shumë. Ti ke një rrugë të gjatë, që uroj që të shkurtohet sa më shumë, sa më gjatë jeta aq më shumë të shkurtohet. Dhe të gjesh një zgjidhje. Duhet të besosh. Duhet të besosh. Inshallah. Beso Elona, mund Zoti i universi, beso që do bëhet, beso. Beso dhe Unë besoj ke Zoti. Po, te Zoti... Shpresoj ke Zoti kemi. Nuk do i humbësh ti një yll. Edhe nuk ta them këtë se je pa qef edhe unë të them një yll, siç themi, po ti vërtet ke ça lloj portreti, sa i mirë që je. Do doja të të puthja tani, unë kam një gocë që kam 12 vjeçë, edhe ja kështu si është dhe është e pak e mbushur si ty, e puth. Edhe unë them që keni kështu, duhet kesh qenë dhe kalamaj si mbushur ti, ka këto kalamajt e puthshëm, që puthen me qef, që je ëmbël. Unë do kisha shumë dëshirë t'ju takoja kur të vini në Tiranë. Po, me patit. Dhe të falenderoj shumë për që ndave me ne këtë histori. Është e vështirë, nuk do ta mbyllja me lot, por jeni... Unë falenderoj shumë. Uroj t'ju shtojmë bekimet dhe t'ju lehtësohet jeta. Amin, falenderit shumë. Falenderoj. Mirupafshim. Elona, mirupafshim. Të thomë psikologja o prek, se njerëzit kanë një ide që psikologët as preken, as që sikur nuk janë njerëz. Ishte shumë... Është një situatë që nuk e ta kapësh për t'i dhënë një fije tjetër përveç atyre që ato e din vetë se si. Dhe ata kishin vetëm një përgjigje. Nuk ishte përgjigje. Pavarësisht se mundohesh të thuash të flasësh për bekimet i njohim, po është vetëm një përgjigje, unë dua të ec, kaq dua të ec. Nuk qete asgjë rrotullsaj dhe. Po dhimbja. Se është dëshira të eci, po ai fëmijë ka kaluar 23 sfida. Dhe mendoj se këto janë ato fitoret e vogla që kanë arritur bashkë. Ja 23 thika. Po. 23 thika. 23 narkoza. 23 kateter. 23 net në spital, në vajtje me kalvar.
Dhe për më tepër që ky nuk vend ndaj njerëzve me karroca nuk është fare misor, absolutisht fare. Por mos folur pastaj për kushte, po të paktën kemi këtë gjën shumë të mirë të shoqatave që ndihmuan në këtë. Sado që mundove të në fillim të pyesësh Ermirën, ti thua si e ti, prap përgjigja ishte njësoj, Elona gjithkohës. Ajo është identiteti i saj, është Elona. Edhe unë nuk preka shumë për fakti që ajo s'kishte asnjë tjetër ato. Se nuk mos prit që të vinë çdo ditë. Po djali, ish burri, babai, vajzës. Pastaj këto janë pastaj raste që unë nuk të merrem fare me gjykuta se ne. Mua vjen shumë keq që në çdo episod atë nga i burri problematik. Se ka dhe burra shumë të mirë, ka baballar që ka rrit vetë fëmijët, më vjen shumë keq, por gjithmonë atë nga i burri ish burr problematik. Gjyshi me 20.000 lekë. Shtëpia, lagështira. Ajo kur fliste që unë kam hyrjen e ngushtë, unë mbaj mend hyrjen time te Myslimshyri, kaloja gjithmonë ishin se babi im u bë me karrocë në fund. Dhe tek Myslimshyri unë kam pas shtëpinë aty ku është një buk, është një pallat i madh që ka qenë është bërë mbas viteve 90, që u bë në mes dhe u bë dhe një pallat tjetër. Domethënë u bë më të merr dhe ishte plot me makina deri te hyrja. Dhe unë që kaloja kështu gjithkohës mes makinave. Edhe thoja, vetëm gjë që mendoja thoja, jam e shëndosh për këtë, si jam e dobët për këtë, edhe qeshja me vete. Dhe nuk vija re asgjë tjetër sepse isha mësuar tash atë skenë. Kur babi ishte me karrocë, unë për zotin domethënë u bëra gati ta gricja makinën, doja ta thyja, do t'ja hiqja gomat. Kisha një urrëtie, do ta shkatërroja makinën, do ta shija makinën në flak. Domethënë aq shumë sepse u përballa me e kuptova që plus që ne ishim gati 4 pa shensor, okay, tani ka shensor. Po fakti që kishin lënë thash ore si s'mendon njeri. Unë s'mendoja, kaloja aty dhe thoja jam e dobët, jam e shëndosh, nuk mendoja. Si do mendonin tjerë që ai thoshte me zi gjitha parkim, gjitha aty. Dhe aty ishin makina ngjitur tek hyrja. Ato që e din atë vendin kujtoj, e din shumë mirë se ç'a skandali është aty. Dhe shumë vende të tjera që bllokohet hyrja. Tash kjo me karrocë, e vet me grua. Me rast me kimet e tiroideve, dhe ato që janë ato të japin goditje të frikshme. Po edhe e goza që e mirë, nuk e di. Më pëlqeu një shprehje, nxora sa shprehje nga njerëz që janë marrë me studime. Vuajtja thotë nëse gjen një kuptim, nuk është më vetëm vuajtje, kujdesi për një të smur është një formë kuptimi. Është një arsye për të jetuar. Edhe është arsye e saj. Elona është arsye e mirës për të jetuar. Nëse ne themi jo, mëmësia është full time job, ajo është job, mëmësi, punë, se është kujdestare gjithçka për të. Është e vështirë. Në situatë kur të sëmundja në këtë rast të përpin. Nuk është më që ti vetëm kujdesesh ose vetëm ofron një ndihmë, po je njësh me dhimbjen edhe në këtë rast ishte shumë e vështirë që ne t'jepnim të mësonim se si. Vërtet e gjeta veten shumë të paaft para kësaj historie sepse aty është eksperienca që të mëson para. Po. Do ndrojmë pak. Po ta dëgjosh historinë si fillim, do thuash